Keni vore sa emra të çuditshëm zgjedhin për fatkeqësitë natyrore, I vënë kështu emra cute, emra njerëzish, për shembull uragani Katrina. Është ardhur një uragan ose më dhe ja vëmë emrin Katrina, e kupton? Ka pas një uragan Maria, ka pas një uragan Sandy, ka pas një uragan Irma, ka pas një uragan Florenca. Ua, Florenca! U dogje shumë? Është ardhur një fatkeqësi natyrore që do vrasë kush e di 1000 veta, e kupton? Ja vëmë emrin Katrina. Nuk mund t'ja vëje për shembull Armagedon, fundi I ditëve, zemërimi I Allahut. Ku dëgjoj, në gjë që I trem njerëzit, e kuptoj, jo Katrina. Keni frikë nga Katrina ju o zemra? Katrina mund ta ketë emrin eksi jot. Gjithë qëllimi, pse ndodh kjo gjë, se mund t'ja vënë emrin si duan, e kupton? Pse ja vënë emra të tillë cute, emra njerëzish, është që njerëzit mos ta marrin seriozisht diçka që është shumë për të marrë seriozisht, si për shembull uragani ose vulkani, e kupton? Nëse ndodh një vulkan tash, domethënë, del lajmi që po afrohet, do na shkatroj uragani Pimpi. A do e merrni seriozisht o zemra? E kuptoni për çfarë qëllimi bëhet kjo gjë, domethënë, nëse hipotetikisht sikur ka hapësirë, ta imagjinojmë për një moment, e kuptoj, dhe zbulojnë që po vjen një komet ose një asteroid. Edhe ja vjen emrin asteroidi Kiki. Do e merrni seriozisht o zemra? Gjysma e botës nuk do e merrte seriozisht. Thjesht nga emri që ka, thjesht nga fakti që ka emrin Kiki. Edhe harroni me mendu që do shkatroj gjithë botën. Edhe harroni me mendu për shkakun që 1000 vite mos it bi, domethënë të shkatrojnë 99% njerëzve, 1% që do mbjetojnë, që do jenë nëpër bunkera, do krijojnë besime fetare për asteroidin që ra. Do harrohen këto fetë që ishin, e kupton, do krijohet një fe re, ku Kiki që ra nga qielli është Luciferi I ri, the morning star, e kupton, Luciferi që drita nga qielli, sjellsi I dritës, sjellsi I shkatrimit. Edhe do krijojnë sisteme fetare që sillu mirë me komshiun, edhe mos u martoni me femra që janë nën 11 vjeç, sepse ndryshe do kthehet Kiki edhe I herë. Arsye pse e bëjnë këtë gjë, pse ja vënë emrin literalisht një tornado I shkatruese jetësh, ja vënë emrin Katrina, veç që ja vënë emrin për shkakun vdekja nga lart, e gjëra të tilla, është sepse përdorin kancerin e kohës tonë dhe ju a them me plot gojë që quhet gjuha lehtësuese, që është mungesa e brutalitetit, dhe brutaliteti është e vërteta zakonisht, e kupton, kështu që I bie tjetë anti e vërteta, kjo mënyrë të foluri. Është një mënyrë pler me ta thënë të njëjtën histori që do me thonë po me fjalë tjera që shkakton që ti të shkëputesh nga historia. Këtë duhet ta keni vure kudo, domethënë e keni vure në marrëdhënie biznesi. Do me ta vënu rrogën shefi, në vend që me thon për shkakun nuk kam lek, të thotë jam në një situatë likuiditeti inkonsistente. E kuptoj, ti thu me vetë që a hallesh pas ka shefi, po e let edhe ca ditë, e kuptoj, le ta vënoj rrogën. Diçka shumë serioze sapo e let kaloj, jo seriozisht. Sidomos pastaj në politik, kur ju flasin me kështu me amendamente, me budalliqe. E vota ajo zemër që në lajme për shkakun para shumë kohësh, para një 5 vitesh, na dolin lajme që Rusia pushtoi Ukrainën, sepse kanë hyrë trupa ruse në Ukrainë, e kupton? Por, kur çoi trupa Amerika të Maduro me I vjedh presidentin Venezuelës, aty quhet aneksim, quhet domethënë ndërhyrje e trupave ushtarake në Venezuelë, nuk quhet pushtim. Megjithëse është e njëjta gjë. E kuptoni se më është kanceri I kohës tonë, mos lejoni t'ju iki brutaliteti. Gjithë thelbi, arsye kryesore pse po ju them këtë gjë, është që mos ta bënin privat këtë lloj muhabeti, domethënë nuk kemi çfarë mi bë politikanëve, analistëve, televizorit, domethënë lajmeve, doktorit që të flet me këtë lloj gjuhe, e kupton? Problemi është kur ta thot bro jam kafe, të flet me këtë lloj gjuhe. Kjo lloj gjuhe shkakton që njerëzit bëhen robota, domethënë nuk do kemi të ardhmen, do shkojmë për lesh të gjithë, nëse vazhdoni flisni kështu. Ose më saktë do shkojmë drejt një situate nga ku kthimi mund të jetë I pamundur. Hajtë shifnë.